kam pranë dhe mali tre. Unë e di jo nuk është e thjesht të mos dua asgjë sot, saftoj. Dhe më shtilem në errësirë me kujtimin më të mirë dhe ma forcun të jetoj. Besoj, ai nuk e ku pak tim, jam duke pritur do të vi, duhet të mësohem pa ty, se po më thon jeta vazhdon. Ai nuk e ku pak tim, jam duke pritur do të vi, duhet të mësohem pa ty, se po më thon jeta vazhdon. Nuk dëgjoj më në fjalë të mirë dhe nuk kam asnjë dëshirë, vetëm ty vazhdoj të pres, unë e pres. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues. Seminari në mësim Ballë Bakimi jemi drejt për drejt nga studio qendrore të televizion Apollon për të diskutuar në lidhje me lëkundjet e tokës në zonën naftëmbajtëse dhe me gjërë. Për të diskutuar pikërisht për këtë çështje, e cila ka ngritur protestë banorë të zonës naftëmbajtëse Patos Marinës me pretendimi se lëkundjet e tokës kanë qenë si shkak i veprimtarisë kompanisë naftëndjerëse në kapital privat Bankës Petroleum, si dhe të angazhimin e komunës, Këshillit Komunës dhe institucion prefektin lidhur me këtë problem, ne të diskutojmë me të ftuarit tanë, të cilët janë të ftuar special dhe janë profesionistë në atë që ne do të kërkojmë. Është sekretari i përgjithshëm i prefekturës së Qarkutilit, zoti Arben Çuko. Mirëmbrëma, si ka zoti Arben? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është kryetari i Këshillit Komunës Zharrës, përparim Braçe. Mirëmbrëma, zoti Braçe. Është Aleksandra Semanjaku, përfaqësuesi i komunitetit të zonës. Mirëmbrëma, zoti Semanjaku. Dhe kujtim të sakta një jurist, tashmë në emisionin Ballafaqim është bërë si traditë që merr pjesë dhe një jurist për të standardizuar këtë emision. Unë ju falenderoj që pranoj ftesën dhe mendoj që ta diskutojmë të problem të rëndësishëm i cili ka ngritur në protestë banorët e zonës naftëmbajtëse. Zoti Semanjaku, jeni përfaqësuesi drejt për drejt i komunitetit, madje që forca e këtij komuniteti ai që ka ndikuar dhe mbledhjen e jashtëzakonshme në Këshillin e Komunës. Cilat janë motivet të organizimit të protestës? Protesta popullore bëri të mundur që ose në detyroi ne, disa përfaqësues të komunitetit, këshilltarë të komunës, kryepleq të fshatrave, vetë kryetari i komunës së bashku me sekretarin, por dhe intelektual të zonës, që ditën e shtunë të mblidheshin dhe të vendosnim për administrimin dhe menaxhimin e kësaj proteste. Irritimi popullor kishte arritur kulmin për arsye se lëkundjet e vazhdueshme të tokës, me pretendimin se shkaktohen nga shpërthimet e kompanisë Bankers Petroleum, e quan pesh popullin sepse e preku atje ku ai nuk duronte dot më, tek prona, tek banesa. Sot banorët e komunës Zharrës, e cila ka rreth 8000 banorë, kanë investuar në të banesën e tyre. Kanë investuar për të ardhmen e tyre, edhe të fëmijëve të tyre. Dhe papritur, ata rrezikohen që kjo banesë t'i zerë poshtë. Kjo banesë të shkatërrohet. Por pse banorët mendojnë se këto lëkundje shkaktohen nga zhvillimi i aktivitetit të kompanisë Bankers? Së pari, duke u nisur nga përvojat e këtij procesi në vende të ndryshme të botës, pra rastet analoge të ndodhura dhe në Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së dyti,
nga mendimet e specialistëve të naftës, unë nuk duhet i përmend emra tu sepse nuk jam i autorizuar. Së treti, këto shpërthime filluan fikës pas fillimit të aktivitetit kompanisë bankës. Së katërti, niveli i thellësisë ku ndodhin këto lëkundje është niveli ku kompania Bankers realizon procesin e nxjerrjes të naftës, pra rreth 2000 metra. Po kush e tha që është në 2000 metra lëkundja? Të mbaroj të lutem. Në të gjitha këto pika, pra, është krijuar bindja se zhvillimi i aktivitetit kompanisë Bankers sjell këto lëkundje. Kryejnë shpërthime apo nuk kryejnë shpërthime, unë nuk jam specialist i naftës, nuk jam specialist i geofizikës që ti shpjegoj edhe ti argumentoj këtu, pavarësisht zërave që dëgjohen. Por, si njerëz të përgjegjshëm, e morëm përsipër që ti përfaqësojmë këtë popull, ta përfaqësojmë dhe të mirë menaxhojmë protestën e tyre në mënyrë që të mos shkaktojmë probleme të pakëndshme për këtë komunitet. Ka patur protesta edhe më parë, sepse asnjëherë nuk kemi arrestur së ngritur zërin për problemet tona. Por e dini si çfarë kemi fituar ne? Ne kemi fituar rrahjen, dajakun, burgosjen. Edhe sot, e kësaj dite, pasojat në fshatin Zharrës janë të këto familje të cilët ju burgosën djemtë e tyre. Pse? Sepse kërkuan diçka. Kërkuan një të drejtë të tyre që të mbronin pasurinë, të mbronin pronën e tyre. Problemi i lëkundjeve është i lidhur ngushtë edhe me probleme tjera që unë jam plotësisht i bindur që i shkakton veprimtaria e kompanisë Bankers. Për shembull, niveli i ndotjeve të ajrit në zonën tonë është jashtë të gjithë normave dhe parametrave të lejuara. Ky nivel i ndotjeve dhe i çlirimit të gazrave, dioksidit karbonit, të monoksidit karbonit, të sulfateve, të OX-eve e të tjera, si dhe mbetjeve hidrokarbure, kanë sjell në atë zonë sëmundje të papara. Aq sa të sëmurë ka zona e Zharrës, Marindës me sëmundje kanceroze, nuk i ka gjithë rrethiqerit. Po thoya faturoni kompanisë të gjitha pasi ka qenë zona përmbajtëse. Po. Ka pas një ndotje tradicionale. Po. Ne ja faturojmë kompanisë, pse? Pse? Sepse nafta aty ka qenë. Zharza, Sheqishtja, Marinza, Belina, edhe më parë ka qenë zonë nafte. Me kapital shtetëror. Po, ka qenë zonë nafte edhe më parë. Dhe e dini se sa ishin prodhimet që merreshin në Grur, në Misër, në Perime, në zonën tonë. Maksimalet që merreshin në gjithë Republikën. Por çfarë ndodh sot? Rreth 400 gryka pusesh e çlirojnë gazin shoqërues të naftës në natyrë. Gjë që nuk ndodhte më parë. Rreth 400 motorë me djegje të brendshme, sepse kompania nuk përdor energjinë elektrike për të vënë puset, pompat e puseve në punë. Gjë që e ka edhe si detyrë të përcaktuar edhe në marrëveshjen që ka me kompaninë Alpetrol, që ajo duhet të përdor burime të tjera energjie në mënyrë që ta paksoj çlirimin e dioksidit karbonit në natyrë, kurse ata përdorin vetëm naftën me këta motora. Mendoni 200, 300, 400 autobote që lëvizin 24 orë non-stop në një hapësirë 2-3 km2. Çfarë mund të sjellin këto? Përveç grimcave, PM10 e PM2.5, ato sjellin çlirim të papar të ndotjes, të squfurit dhe të tjera që del nga skapamentet e makinave. Dhe është lidhur ky proces me lëkundjen e tokës. Dhe e gjitha kjo vjen si rezultati i shfrytëzimit barbar. Është pikërisht ky shfrytëzim barbar që bëjnë zonës ata që janë të detyruar të shkaktojnë këto plasje, sepse ata nuk kanë ku t'i çojnë mbetjet që dalin nga nafta. Ujë shoqërues të naftës, rërat që thithin pompat e tyre centrifugale, nuk e di saktë. Pompat me shneka, nuk e di si i thonë ata. Të ndodhur këto kushte, ata janë të detyruar që të kryejnë patjetër këto plasje. Pse? Sepse rritja e presionit nga poshtë, unë thash nuk jam specialist, por ç'kam dëgjuar, bën të mundur që do të çliruar zona. Pa një shpërthim, pa artificial, zona nuk çlirohet.
Dhe po t'ishte këtu e specialisti naftës, ju mbase do të organizoni edhe emisionet të tjera. Po do jetë në nivel specialistët Po, në një tjetër. do ta shpjegoj më sa. Do ta shpjegoj më sa. Pjesëmarrës dhe profesorët kompanisë Bankers, pasi ata do kam pasur mundësi të vinë sot me gjithë ftesën që i ka bërë televizion Apollon për qenë pranishëm në këtë studio. Sot banorët e Zharrës, si pasojë e veprimtarisë së kompanisë Bankers, gëzojnë vetëm sëmundje, gëzojnë vdekjet parakoshme, gëzojnë shtim të papar të sëmundjeve të sistemit nervor, të sëmundjeve të zemrës, shtim të fenoleve në gjak e të tjera. Këto, të lutem, janë të dokumentuara dhe mund të gjeni në të gjithë pavionet spitalore të rrethit Fier. Po faleminderit për argument, do të diskutojmë në vim mos i ezaurojmë të gjitha. Do të ndjekim kronikën ose insertin e përgatitur në lidhje me organizimin e protestës përpara 3-4 ditësh, të cilat ishin pa organizator, siç u shprehen, dhe do të rikthehemi në studio për diskutuar. Lëkundje të forta toke janë ndjerë rreth orës 20:45 minuta të mbrëmjes së 21 nëntorit në zonën naftmbajtëse të Marinzës. Kjo ka bërë që qindra banor të dalin dhe të protestojnë në 3 vende duke bllokuar për disa minuta aksin rrugor Fier-Berat, si nga kalimi nëpërmjet Zharrës, ashtu edhe nëpërmjet rrugës dytësore nga ana e Strumit. Lëkundjet e forta janë ndjerë jo vetëm në fshatrat Zharrës, Belin, Sheqishte, Verbas, por edhe në Fier, Patose, madje deri në qytetin bregdetar të Vlorës. Është dashur ndërhyrja e menjëhershme e policisë së Fierit që ka bërë të mundur hapjen e rrugës dhe normalizimin e qarkullimit rrugor. Është bërë një shpërthim shumë i madh dhe biledhe nga divani na ka rrëzuar, na ka hedhur. Ky është një nga shpërthimet më të forta që kemi dëgjuar, se këta vazhdimisht bëjnë shpërthime të vogla, ne nuk jemi ndjer. Se edhe aq dim, po duke kaluar koha, po vinë sa më të mëdha. Të gjitha këto shtëpitë këtyre djemve këtu që shikoni, apo të Belinës edhe të Marinzës bashk, janë shembur të gjitha, edhe shteti nuk po vetë dorë mbi këta që të vinë, të shikojnë, të dëshpërblej njerëzit. Ne po kemi kaq vite që po ham erën e gazit këtu, edhe këta po shkaktojnë probleme në të gjitha vendin këtu. Kanë dalë njerëzit të protestojnë për lëkundjet që bëhen në zonën tonë. Sot është bërë një lëkundje e paparë. Nga të gjitha lëkundjet tjera, kjo është lëkundja më e fortë që ndodh këtu te ne. Njerëzit janë të gjithë jashtë. Po të shkosh në fshat, nuk hyn dot asnjëri në shtëpi. Kanë frikë të futen në shtëpi. Janë shamur shtëpit, janë çarr komplet shtëpit. Atëherë ne kërkojmë të vinë përfaqësues të firmës Bankers, të vinë përfaqësues nga shteti, të na japi përgjigje kur do marrë fund kjo lëkundje toke. Ndërkohë, për të parë nga afër situatën në vendin ku ishin grumbulluar banorët, ka shkuar edhe prefekti i qarkut Xhevid Bushi. Leçoni familjarët, kush është në njeri që shtëpia apo banesa është pa banuar, do t'i evidentojmë me komision. Banorët e kësaj zone kanë protestuar duke akuzuar kompaninë e naftës Bankers, e cila ka kryer shpërthime, të cilat sipas tyre kanë bërë që të shkatërrohen banesat e tyre. Protestat kanë vijur edhe në fshatin Zharrës të komunës me të njëjtin emër. Ndryshe nga ajo e fshatit Marinz, në këtë protest, nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar Sotir Çapo në Zharrës kishin bojkotuar mësimin për të grumbulluar me thirrje që adresoheshin kompanisë Bankers, e cila sipas tyre ishte shkaktarja e lëkundjeve të fuqishme të tokës. Për më shumë se 3 orë nxënësit e kësaj shkolle kanë bllokuar qarkullimin rrugor të automjeteve në rrugën kombëtare Fier-Berat. Shkolla është prishur. Ne kemi të drejtat tona. Me naftë asnjëri nuk tregon analizat e vërteta. Ne i kemi me dëmtime. Të gjithë kanadezët duhet të ikin. Por shqip na është ishin vullnetar për të pastruar Shqipërinë. Ja, për një Shqipëri të pastër, kanë nga mbrapa, e duam Shqipërinë. Në orët e vonda të natës, i trondike, që kryetari i quan trondite sismike. Ato janë nga kanadezë e të trondite sismike. Drejtori i shkollës së mesme të bashkuar në Zharrës, Jani Shabani, u shpreh se nxënësit janë vetë organizuar dhe drejtuesit e shkollës nuk kanë qenë ndjeni për këtë protestë. Janë të organizuar apo? Nuk janë të organizuar, janë vetë organizuar. Më pas nxënësit protestuesi u drejtuan godinës së komunës Zharrës me thirrje të cilat kërkonin angazhimin e pushtetit lokal në zgjidhjen e problemit të lëkundjes së tokës, e cila sipas tyre ishte kthyer në fenomen shqetësues dhe të rrezikshëm për jetën e tyre.
Pra ishin dy protesta në ditën e lëkundjes tonë, pa njëra natë mbrëmje ku gazetari Elvis Kuçi ka qenë pranishëm dhe nxënësët e shkollës ditën e nesërme, paraditë cilët bllokuan dhe rrugën kombëtare. Këto dy, zoti Semajaku, ishin të organizuar këto dy protesta apo vetë ndjenja e brendshme e irritimit? Dy protestat e para kanë qenë në mënyrë spontane të pa organizuara. Protesta e ditës hen ka qenë organizuar dhe menaxhuar nga komisioni i protestuesve, i cili në mbledhjen e tij të ditës shtunë vendosi dhe kërkoi që të vendosen urat e komunikimit midis kompanisë Bankers dhe komunitetit. 2. Të ndërpriten në mënyrë të menjëhershme shpërthimet në toksore. 3. Të dëmshpërblehen të dëmtuarit nga lëkundjet. 4. Të kryen veprime konkrete nga kompania për rehabilitimin e mjedisit. Dhe 5. Të bëhet transparente kontrata që kompania ka lidhur me shtetin shqiptar, pjesa që lidhet me pushtetin vendor. Ju keni ato disa pika apo pa e konstatuar se kush i kryu këto dëme pra lëkundja cilë shkaqet? Cilët ishin shkaqet e lëkundjes? Njëra nga pikat tona është bën fjalë për ndërprerjen e menjëhershme. Në takimin që patëm me ditën e hen. Po, do të vijojmë emisionin pas strukturës që jemi përcaktuar. Po, zoti Braçe, pra protestat në komunën tuaj vijuan, megjithse është punuar për edhe në vitet e mëparshme për eliminimin e lëkundjeve të supozuara nga kompania Bankers, gjithmonë pasi zyrtarisht nuk ka pasur asgjë. Edhe në vitet e mëparshme, madje aty ka qenë dhe ministri energjetikës Axhinasto, ish zëvendës kryeministri asaj kohe, ka folur me fjalë të mira për këtë kompani. Më pas kandidatë për deputet që sot janë deputet kanë premtuar se nuk do të ketë më lëkundje dhe tjera, realisht vijon në njëjtën situatë. Je kryetari i Këshillit të Komunës dhe je njeriu i zgjedhur. Tani Këshilli i Komunës ka luftuar për të nxjerrë të vërtetën e kësaj ngjarje që është një ngjarje shumë e vështirë. Njerëzit janë të paralizuar në punët e tyre të përditshme. Fëmijët janë të irrituar. Ja jo protestë që del që i dhat aty kronik. Ata fëmijë janë të irrituar dhe janë në një moment shumë të vështirë. Janë koshient, janë të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë apo? Ata janë të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë. Nga të merri nga Afrika. Nga të merri nga Afrika sepse edhe në shkollë me ziven dhe sot po të pyesësh, të marrësh në opinion ata thonë me frikë porrim. Mendojnë që të bëjnë dhe protesta të tjera dhe si shkollë. Ne nuk e kemi me Bankrin si të themi që na i bën ajo, se nuk kemi të vërtetuar, se jemi specialistë, si jemi inxhinier të asaj pune, të asaj fushë, por ngjarje të tilla të çojnë në këtë paragjykim. Sepse në 2009 patë një pusë injektimi kundan dhe Zharza me Kuqerin, u eliminua e që mos i bie shumë gjatë, Bashkia e Patosit, ka qenë kryetar Bashkia e Bardhimeli, ka instituar, ka luftuar për ta spostuar atë pusë dhe ai u eliminua. Në 2009 deri në 2012 nuk pati lëkundje. U çpon disa puse, bile kam pru dhe materiale se. U çpon disa puse të tjerë në zonë Zharzu, bëhet edhe një rrugë për injektimin e këtyre puseve. Filluan ata punën që injektoheshin, filluan lëkundjet. Nga 2012, nga marsin, aprill një gjë e tillë, ka filluar lëkundjet, ka qenë edhe vjet, ne kemi bërë mbledhje jashtëzakonshme disa herë, si Këshill Komune. Kemi thirrur edhe kompaninë Bankers, kemi thirrur ka edhe një koordinatore, një shoqe. Ashtu ndodhi një çik u beti çik të tensionuar njerëzit, ata u larguan, edhe gjatë herë ne s'kemi patur me komunikim me Bankersin. Ne si Këshill Komune nuk i njohim as kontratën kësaj firme. Atë dim se çfarë ka kontratë, çfarë mund të thuhet e si mund të operojnë aty tek ne. Për ne shfrytëzimi është barbar. Ti e kryetari i Këshillit nuk e di që ka një marrëveshje ose një memorandum mirëkuptimi për bashkëjetesë në kompanisë me komunitetin? Po, nuk kemi asnjë marrëveshje, nuk njohim se çfarë marrëveshje ka kjo kompani. Po, faleminderit. Zoti Çuko, ju jeni përfaqësuesi i qeverisë në nivel rajonal.
Për hir të vërtetës, prefekti ka qenë i pranishëm në momentin e ngjarjes, ndërkohë që më pas nuk jam parë përfaqësues. Gjithsesi është publikuar në media që ka qenë një tërmet me amplitudë 4 ball, shkallës Richter, madje edhe Instituti Sismologjik ka përcaktuar dhe zonën, Fierin dhe zonat përreth. Si është e vërteta dhe cili është rakordimi i punëve që keni pasur ju ndërmjet qeverisë dhe komunitetit apo dhe pushtetit lokal? Atëherë t'ju bëjmë dije se institucioni i prefekturës së Qarkut Fier është në mbështetje me tubimin e qytetarëve të komunës Zharës. Ju bëjmë dije se institucioni jonë i ka çuar një letër zotit Gjiknuri, Ministrit të Industrisë Energjetikës, zotit Tahiri është vënë në dieni për fenomenin. Ndërkohë, ju i keni parë dhe nëpërmjet mediave, Ministria e Industrisë dhe Energjetikës kanë ngritur një komision hetimor në rang ministror për verifikimin e lëkundjeve të tokës, nëse vinë si për shkak të aktivitetit bankës, për shkak të aktivitetit bankës ose për shkaqe lëkundje sismike, fenomena natyrore, për shkaqe natyrore. Po është e vërtetë ajo që thonë. Po ju konkretisht domethënë jeni në kuadër të publikimit që ka dhënë Instituti Sismologjik që janë lëkundje sismike nga tërmeti apo kompania bankës pretendon. Keni pas kontakte me kompaninë? Po, më në fund më vjen mirë që dhe kompania bankës u bë palë, ullë në tryez, gjë që ky fenomen nuk ka ndodhur për vitet të tëra me çdo unë. Është e vërtetë, asnjëherë nuk ka mundur të uli në bisedë në tryezën tavolinë. Ne kemi qenë në teren, unë një ditë kam negociuar për rreth 4 orë gjysmë me banorët e komunës Zharës, ku i kam ftuar që tubimet të bëhen në mënyrë paqësore. Institucioni i prefektit është për zbatueshmërinë e ligjit, një e para edhe për mbrojtjen edhe sigurinë e jetës të qytetarëve. I kemi ftuar përfaqësues të Këshillit të Komunës, pikërisht ata që janë të zgjedhur të popullit, po pushtetit lokal të bëjnë një padi në gjykatë, deri aty ka arritur. Të bëjnë një padi dhe të verifikohet çështja, nëse është fenomen natyror apo është si shkak i punimeve të kompanisë bankës. Vetëm kështu mund të kanalizojmë në rrugë që të zgjidhet problemi. Mënyrë tjetër, sipas mendimit tim, nuk ka. Nuk mund të janë tentuar të gjitha rrugët dhe deri sot ka 8 vjet dhe kryetari i Këshillit nuk është mundësuar as kontakt. Po kjo është pozitive e suri në dinamikën e ngjarjes. Ulja e të deleguarve nga ana e kompanisë bankës, atë ditë që isha edhe në teren, ne ishim duke biseduar me një person që ishte në marrëdhënie me publikun. Në moment që ai tha, unë mund të flas, por nuk kam kompetenca dhe nuk kam dieni me ngjarjen, atëherë unë i thash, në moment ne i ndërpresim bisedën dhe ne duhet të bisedojmë me ata që kanë kompetent për këtë. Janë kompetent që dhe kanë përgjegjësi ligjore. Po, shumë drejt. Dhe ditën e djeshme që organizua dhe takimi me... Po, do të flasim pak më vonë, ishit ju i pranishëm. Zoti Cakan, jeni jurist, mendoni se ka bazueshmëri ligjore në protesta, pavarësisht se protesta është mjet demokratik për të kërkuar drejtë nxënësit banorët të irrituar, madje edhe qendrimi i komunës për banorëve. Po, paraforsit diskutuan folën për çështjet, domethënë, e komunitetit. Në qoftë se do të flasim nga ana juridike, ky problem, domethënë, duhet
këto fenomene të cilat po shfaqen sot apo kërkesat e zotërisë, pikat e kërkesës, këto duhet ishin në klauzolën e kontratës të cilën është nënshkruar ndaj qeverisë shqiptare dhe kompanisë Bankers. Kjo kompani, me sa di unë, me sa kam informacionet lidhur me kontratën që ka nënshkruar me shtetin shqiptar, asnjë nga këto pikat nuk janë nënshkruar, do me thënë, lidhur me ambientin, që kjo është shumë e rëndësishme, klauzola ambientit, lidhur me shpërthimet që kjo do kryente në teren dhe kompania do merrte përsipër në qoftë se do shkaktoheshin dëme dhe do kryente dëshpërblimet ka shi banorët e zonës, apo disa dhe pika tjetër e kontratës që duhet të ishte bërë, që në fillimin, në lidhjen e kontratës duhet të ishte bërë transparenca, sepse transparenca është shumë e rëndësishme. Mua më vjen shumë keq që pushteti lokal nuk ka informacion lidhur me kontratën dhe kjo është nuk dua ta paragjykoj, por kjo është gjëja më elementare që duhet patjetër që dhe banorët e zonës vet duhet ishin njohur në çdo fshat ose dhe komuna vet, në institucionin e komunës duhet ishte afishuar gjithë kontrata që komuniteti të informohesh lidhur me pikat e kontratës ndaj detyrimet që kishte komuniteti dhe kompania. Pra, kjo punë me sa shikoj unë, me sa di unë kam informacion me kontratën, është lidhur në mënyrë shumë, është një kontratë shumë e errët, kjo duhet pranuar, për faktin se nuk janë zbatuar procedurat cilat i përmenda pak më parë, nuk është njoftuar komuniteti, do me thënë lidhur me pikat, pushteti lokal, por edhe prefektura me sa po thot zotëria nuk ka informacion lidhur nuk ka, do me thënë, informacion të detajuar lidhur me kontratën. Tani kjo është, protestat janë të lishme, nuk janë të lishme, unë nuk i futem protestave, se protestat sigurisht janë të lishme, kur janë me leje janë të lishme, por në rastin tjetër, në qoftë se ka patur apo nuk ka patur shpërthime edhe kjo, nuk më intereson flas gjithmonë nga ana juridike, për faktin se kompania duhet të kishte marrë parasysh të gjitha pikat, do të thënë duhet të kishte paraprir të gjitha këtyre ngjarjeve dhe detyrimet që do merrte përsipër lidhur me dëmtimet e mundshme në të ardhmen. Pra, me sa kuptoj, ky është një problem thellësisht juridik që komuniteti patjetër duhet të lidhet me një studio ligjore, ku studioja këta t'i përfaqësoj, apo dhe komuna patjetër duhet lidhë me një studio ligjore, që të përfaqësojnë që të njihen radhë parë me kontratën, pa u njohur me kontratën nuk mund bësh dot asnjë veprim. Pastaj çështjet e tjera sismike, ato janë çështje teknike, duhet njifesh më parë me kontratën, të shikosh klauzolat e kontratës, pastaj të vazhdosh problemet, të hapësh çështjet gjyqësore. Unë do të thoshja që kur lidhet kontrata me shtetin dhe me kompanin, sigurisht që brenda është edhe në kontratë, është edhe sigurimi. Pra, sigurimi i gjithë zonës, i ambientit, sigurimi i shtëpive, i banesave. Dhe kjo prandaj them që kontrata duhet bërë transparente, se ndoshta edhe mund të sigurohet dhe nuk i dihet ato sigurimet ku mund të shkojnë, domethënë se prandaj theksova pak më parë që transparenca e kontratës është shumë e rëndësishme. Për të tjerat në vazhdim, mund të sqarojmë dhe në vazhdim lidhur me hapat që duhet të ndërmarrë komuniteti apo edhe pushteti lokal lidhur me Ka qenë ai presion që ka detyruar Këshillin e Komunës të mblidhet në mbledhje të jashtëzakonshme, pra ka qenë ai presioni i komunitetit që ka thirrur këtë mbledhje, e cila ka dalë me disa pika. Ne do të ndihet që momente nga mbledhja e Këshillit të Komunës dhe do të rikthehemi në studio për diskutuar për vendime dhe mbështetjen e këshilltarëve të komunës ndaj protestuesve. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Këshilli i Komunës Zharrës ka organizuar mbledhjen e jashtëzakonshme jashtë programit të saj, të thirrur nga kryetari i Këshillit dhe grupi këshilltarëve të majt, me kërkesën e komunitetit të zonës, në të cilën merrin pjesë edhe përfaqësues të këtij komuniteti.
Në këtë mbledhje të tensionuar ku këshilltarët pretendonin se lëkundjet e tokës së mbrëmjes së të Entes ishin krijuar nga aktiviteti i kompanisë naftëndjerëse Bankës Petroleum, nga antari i Këshillit Agim Gremi u kërkua që këshilltarët të mbronin interesat e banorëve të zonës. Ata u shprehën me tone të ashpra edhe për deputetët e forcës politike që përfaqësojnë, që sipas të cilëve nuk kanë qenë të pranishëm në shqetësimin e banorëve për lëkundjet e tokës. Që ne jemi kryet protestat të unitare në gjithë jugën, po që se gjithë cilën ne e mendon vetën si përfaqësues i popullit, që ka i votuar nga populli, ndoshta jo në mënyrë individuale, por pak në mënyrë kolektive, dalim atje e të kemi stopat në bankës të dje, që të unifare. Të kemi stopat i ta, por i në përmjet këshillit. Deputetëve të jo të qarku tonë, për të pakën të zonës tonë, të cilët nuk e vumë vetën me ngene, duhet ishin sot këtu, edhe prefekti që mbrëmë duhet ishe po sot pra këtu, bilet me vetë, këshin marrë dhe ministrin, këshin marrë dhe disa specialistë biologik, e të këshin sjellë këtu, edhe bashkë me ne të ishin atje. Se ndoshta këtu janë pak njerëz, por të pasë që vazhë mbetjen dhe marinës, atje janë 2 ose 3 ishin se sa këtu. Përfaqësuesi i komunitetit banorëve të Zharzës, Novruz Toska, u shpreh se politikanët nuk kanë mbështetur banorët në kërkesat e tyre në lidhje me shqetësimet e erpaseshme të lëkundjeve të tokës. Ky këshill do të rinë në kemë bashkë me protestuesit. Jam plotësisht dakord me Dyrbezhin, ajo protesta ka nisur. Ky juve këtu që jeni të zgjedhur popullit, duhet të shpjegoni atë votën e popullit dhe dini kryet protestës. Ai popull ka drejtë. Është e mirë që këtu ka edhe asistencë teknike, edhe mendim teknik, është shumë e mirë, që do argumentojnë më tej nesër, atë hallë që ka ky komunitet. Ka teknika nafte, ka inxhinier nafte, por në fundit juve si këshill, neve si komunitetu nuk na duhet shumë asistencë teknike. Atë ne ta gjejmë prokuroria. Se prokuroria nuk e ka vënë pikën mbi. Ne si komunitet na duhet përse do të kjo në Zhanës, në Marinës, pse do të në zonën tonë, dhe nuk do të në Vlorë, nuk do të në Rushi, nuk do të në zonat e tjera. Në fund të mbledhjes dolën 2 konkluzione, ku në të parin flitet për pezullimin e veprimtarisë së kompanisë Bankers për një kohë të pacaktuar deri në sqarimin e situatës, dhe së dyti të krijohet komisioni menaxhimit të protestave deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit. Po jemi rikthyer në studio, pra presioni ose trysnia e komunitetit detyron këshilltarët të mbështesin protestën. Ky është vendimi. Të mbështesin protestën, bëjmë mbledhje jashtëzakonshme të marrim masat e dhura për të mbështetur këta njerëz. Për këtë popull. Sepse jo ata, po dhe ne që jemi këshilltarë dhe përfaqësues, po na dëmtojnë shtëpitë. Ne nuk kemi ata që kompania bankës mos të operojnë, mos shfryzohet kapitalin në toksor që kemi, po të ketë një kriter, të ketë një zgjidhje për këtë popull, se nuk në këto pikat shumë mund t'i kërkojmë dhe nesër dhe më vonë. Por lëkundja është domosdoshme që të eliminohet sa më para, një ditë më shpejt. Sepse ky irritim do na çojë në ngjarje më të keqe, se nuk na vjen mirë dhe nuk është mirë të flasim në këtë mënyrë, po nëse nuk zgjidhet. Është ndoshta dihen që edhe po cilat janë apo që ka marrë prefektura në mbështetje të vendimit të Këshillit të Komunës dhe të komunitetit? Në vendim të Këshillit të Komunës, institucioni prefekturës bëri një mbledhje urgjente dhe duke patur parasysh që ne institucioni prefekturës nuk duhet të ishte palë në komunikim me kryetarin e Këshillit të Komunës dhe me kryetarin e komunës, në bashkëpunim do të kemi ngritur tashmë një grup pune për të bërë verifikimin e dëmeve materiale me ekspertët më të mirë nga Këshilli i Qarkut dhe nga pjesa e komunës. Po, vetëm kuadër të verifikimit dhe konstatimit, pastaj do të procedohet më vonë se si, nëse e merr përgjegjësi kompania, mundet zhdëmtohet. Në të kundërt, do t'i marrë shteti përsipër? Atëre e tham edhe më parë, 2 janë në rrugët që mund të zgjidhet problemi, fenomeni njëre për gjithmonë. Duke u kapur një studio private, ndoshta për të vazhduar me procedurën. Për të vazhduar me procedurën, ndoshta fillimi sepse
fillimi është gjithmonë se kanë probleme me pagesën, me studion, tashmë komuniteti aty ka humbur dhe besimin të ekspertët të fushës, dhe mendojnë se realisht ata kanë të humbur betejën, po unë i garantoj që kjo është mënyra e vetme. Ligjore. Mënyra e vetme ligjore t'i kanalizoj nëse bankers është ai që bën fenomenin e lëkundjeve të tokës, do t'i faturohet fatura. Në të kundërt, atëherë do të marrë masa shteti, ndoshta ta shpalli dhe zonën e komunës Zharës si vend të pabanuar dhe me një vendim të Këshillit të Ministrave të mund të largohet si ka ndodhur edhe në raste të tjera kur janë ngritur hidrocentrale, diga, kemi rastin e Kuksit të vjetër ose të Banjës se u vendosin këtu, se këto janë të dy rrugat. Kjo është e vetmja mënyrë. Fatura do të ngjelet shtetit ose kompanisë që kryen punimin. Pas procesit e hetimit. Gjithsesi, me njerë pas vendimit të Këshillit të Komunës, ka pas një angazhim të përfaqësues qeverisë, ka qenë i pranishëm drejtorisë hidrokarbureve, zoti Bejtaj, dhe pranë Ministrisë Energjetikës, në një nga tubimet ose protestat e mëdha të komunitetit zonës Naftëmbajtëse Patos-Marinis. Do të ndjekim në këtë protestë dhe do të rikthehemi në studio të diskutojmë pak më gjatë, sepse ishte domosdoshmëri dinamika e ngjarjes për ta përcjellë të shtuarit. Për herë të parë ulem për të biseduar përfaqësues të komunës Zharës, komunitetit të zonës, të Këshillit të Komunës, prefekturës së Qarkut Fier, përfaqësues të kompanisë Bankes Petroliume të tjerë, së bashku me përfaqësuesin e Ministrisë Energjetikës për zgjidhjen e problemeve të komunitetit të zonës naftëmbajtëse për lëkundjet e tokës. Ky takim e organizuar nga përfaqësuesi i Ministrisë me mirëkuptimin e palëve në mjediset e prefekturës së Qarkut Fier. Së pari t'u informoja juve në lidhje me veprimtarinë e grupit të ngritur para një muaji nga ministri për identifikimin e shkaqeve të lëkundjeve të cilat ka shqetësuar komunitetin. Janë lëkundje të cilat janë shfaqur prej disa kohësh, por kemi ardhur në një fazë që ne duhet të përcaktojmë qartë origjinën e këtyre lëkundjeve. Për këtë arsye, kompania Bankers është angazhuar, ka realizuar blerjen e pajisjeve të kërkuara sipas parametrave teknik të Qendrës Sismologjike Shqiptare, e cila është autoriteti i vetëm shkencor dhe publik, që mund të përcaktoj qartë se cila është origjina e këtyre lëkundjeve. Maksim Goga në emër të prefekturës së Qarkut do të shërbejë zgjidhjes së problemit dhe mbrojtjes së interesave të komunitetit. Por tjetër një zgjidhje qoftë edhe përfundimtare. E thash qoftë edhe përfundimtare për vetë faktin se jo i diçka të zgjidhur sot të detyrojes. E rëndësishme është që para të numër dhe kanë filluar bisedimet për arritjen e një marrëveshje të suksesshme në favor të komunitetit të kësaj zone, e cila ka plotësisht të drejtë për zgjidhjen e konfliktit midis bankës apo qoftë edhe qeverisë në të mes. Në emër të komunitetit të zonës naftëmbajtëse Patos-Marinës, përfaqësuesi i tyre Aleksandër Semanjaku parashtroi kërkesat e komunitetit të zonës të përcaktuara në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës Zharës. Kompania Bankers të pranoi që të vendosë ura të komunikimit midis komunitetit dhe vetes saj. 2. Të ndërpritet në mënyrë të menjëhershme shpërthimet vendoksore. 3. Të dëmshpërblehen të gjithë të dëmtuarit nga shpërthimet. 4. Të bëj transparencën e kontratës pjesën që lidhet me pushtetin vendor. 5. Të bëjë thirrje të gjithë bashkëtarët tanë që në mënyrë të jashtme të prishin kontratat që kanë me kompaninë Bankers. Dhe në stoksin qira. 6. Të kryen aksione konkrete për rehabilitimin e mjedisit në zonë. Përderisa të jepen përgjigje për këto pyetje, për këto kërkesa, protesta e do të vazhdojë. Këto hallet tona me fjalë janë vërtet halle dhe ka të bëjë me jetën. Montarisht të shkatrosh dhe shpinë tjetër, dhe mos t'japësh drejt dije ajo ish qeverisë. Edhe sot me fjalë, kjo
kompani bashkë dhe me qeverin. Mos jam shpjegim neve tani ne duhet priton nga Allahu dhe themi sot. Në përfundim të këtij takimi, kompania Bankers, pasi do të dëgjojë shqetësimet dhe problemet e shtruara në këtë bisedë, së bashku me përfaqësuesit e tjerë do të dalë në një vendim përfundimtar. Në qoftë se unë dalë sot edhe i bëj një dëm, më fut punë, ai pse s'futet. Protesta e banorëve të zonës naftëmbajtëse Patos Marins për lëkundjet e tokës së përcaktuara si tërmet kanë vijuar në qendrën e prodhimit të naftës në këtë fshat. Ndryshe nga tubimet e mëpashme, këtë herë janë shfaqur edhe organizatorët përfaqësues të Këshillit të Komunës Zharrës. Sekretari i Këshillit të kësaj komune, Arben Semanjaku, ka qartësuar qëllimin e këtij organizimi masiv dhe më pas antari i Këshillit përfaqësues i grupit të djathtë të kësaj njësie vendore, Dylber Karafili, shprehu qëndrimin e Këshillit për protestën. Qose jemi këtu, jemi për të zgjidhur hallet dhe jo për bankës në Tovolinë. Sepse na kanë injoruar ka kaq vite që nuk tentojnë të vinë. Atëherë, ne arritëm qëllimin sot. Përfaqësuesi i ministrisë bashkë me përfaqësuesit që do lini juve, do marrin kontaktin po për të gjëra. Tani gjë nga Këshilli i Komunës, i cili është në balë të situatë. Dhe ka vendosur që të drejtojë këto protesta përderisa të marrin një rrugëzgjidhje për të gjetur origjinën e vërtetë të këtyre lëkundjeve. Përfaqësuesi i Ministrisë së Energjetikës Kastriot Bejtaj, drejtori i Drejtorisë së Hidrokarbureve, pjesëmarrës në këtë protestë, u shpreh për masat konkrete që ka marrë digaseri ministror që ai përfaqëson për të përcaktuar shkaqjet e vërteta të lëkundjeve të tokës në zonën naftëmbajtëse të Marinzës. Unë gjykoj që pas takimit të sotëm ne do t'ju informoj juve për rezultatet dhe për resurinë e mëtejshme. Ju garantoj që zgjidhja do të jetë e plotë dhe për personat përgjegjës, por dhe me kompensimet përkatëse ashtu siç juve keni shqetësimin. Protestuesit banorë të fshatrave të prekura nga lëkundit e tokë, të cilat u shoqëruan me dëmtime të objekteve të banimit e të tjerë, shfaqen pakënaqësinë e tyre për mos pjesëmarrjen e deputetëve të zonës në këtë protestë. Që ku ka arru që Bankersi, vetëm po janë parë dhe sistemi tërmetët siç e quajnë Bankersi, sa ti tash u intereson, bien vetëm në Marinës, në Zharrës, kjo është epiqendra. Unë jam polarka. Kush më beson mua, u ku do ta gjet me këtë stres të vogël të familjes të mi. Sot kërkoj kompania Bankers e para të ndali shpërthimet. Pas premtimit për uljen e palëve në tryezën e bisedimeve, përfaqësues të komunitetit, të pushtetit lokal, të Ministrisë së Energjetikës e të tjerë, protestuesit u larguan qetësisht. Forca të shumta policie ishin të pranishme në protestën e radhës në Marinzë, të cilat garantuan drejt qetësi dhe qarkullimin e lishëm të automjeteve në rrugën ku organizua protesta. Jemi rikthyer në studio pasi pam dy kronikat e përgatitura. Kronika që fliste për protestën kishte dy elemente të rëndësishëm. Të parin që u mbështet në drejt për drejt nga pushteti lokal dhe dytën pasi u bën pjesë e tryezës së bisedimeve për zgjidhjen e problemit. Pra, dolen hapur aty edhe ai këshilltari i djathtë, edhe ju dhe të gjithë që ne mbështesim. Se sa e lishme është do të thotë juristi. Ky problem nuk ka bindje. Problemi që ndodh në zonën e Zharrës nuk ka bindje. Aty jemi të vetë dishëm të gjithë, do të insistojmë edhe duhet të luftojmë për këtë të drejtën tonë. Sepse zona e Zharrës nuk ka patur ndonjëherë tërmetje të themi që bile dhe mediat ka thënë që 52-53 lëkundje brenda vitit 2012 dhe 2013. S'ka bërë vaki edhe në çdo vend të botës që të bëhet në një pikë nuk ka tërmete. Ka, po në Zharrës të njihet si zonë e tërmeteve. Mbështetja që unanime aty pasi dhe këshilltar djathtë të majt e mbështet. Është e lishme të mbështeti Këshilli i Komunës? Sigurisht që protestat me këta forme që ju mund që dilni të zini rrugët absolutisht nuk janë të drejta, të lishme, pasi nuk ju mbështet as prefektura dhe nuk besoj të mbështet as institucion që ju të zini rrugën. Pasi ata mund dhe të denoncojnë për humbi përfitimin e munguar sepse ju makinat bllokohen, malli nuk transportohet. Po kanë qenë me leje nga policia. Po leje ka, po policia nuk t'i jep leje të vesh të zësh rrugën dhe t'i bllokosh makinat firmës. Nëse ata nuk punojnë, nëse atyre prodhimi ju bllokohet aty dhe nuk veten nuk shkon në destinacion, ata ju çojnë për ndjekje. Më duket se nuk e pe qartë kronika. Protesta e ditës herë ishte proteste organizuar dhe drejtuar
nga komisioni dhe i drejtimit dhe menaxhimit të protestës. Jo, më falë, unë protesta Ishte me leje nga Këshilli Komunës. Protesta mund të Nuk ka me Këshill Komune. Protesta mund të ketë qenë me leje. Jo, Leja protestë nuk të jep leje njëri që të zësh rrugën. Po nuk më le ta sqaroja. Po jo, unë pas makinën aty që ishte ndalluar dhe nëse ju bllokoni makinën aty, duke transportuar. Nuk ka qenë organizuar nga Këshilli. Nuk ka rëndësi kush nga ditën tjetër ka qenë, po nuk e E dyta ka qenë me leje. komisioni, Po jo ka marrë me Këshillit. Unë po flas juridikisht, nëse ju do i kërkoni të drejta tuaja me t'i bllokuar rrugën makinave që transportojnë naftën për ku çojnë destinacionin e tyre dhe ata nuk arrin të kryejnë punën e tyre editore, ata ju do të denoncojnë dhe denoncimi juve ju koston, sepse ata të fusin brenda fitimin e munguar në rast llogaritë e tyre editore i di vetë firma. Dhe nëse ata nuk plotsojnë, nuk realizojnë planin editor si e kanë të llogaritur, ata ju hedhin në paditësi civile, ju çojnë në gjykatë për paditësi civile dhe për shkaktim dëmi. Unë jam me ju. Problemi juaj. Protesta ka qenë me leje nga policia, me leje nga prefektura, me leje nga Këshilli Komunës. Në dyshim leje. Madje është mbështetur nga këshilltar. Nuk të jep policia leje që të vesh të zësh rrugën makinave. Këtë po ka qenë pranishëm uniformat blu aty. Po nuk dhe për uniformat blu, ja ku është përfaqësuesi i qeverisë, nuk të jep asnjë, nuk ka polici që të t'japi. Ato qenë protesta paqësore. Policia shpalon drejtat e tyre të jep leje, o zoti gazetar. Policia të jep leje që ti të bësh një tubim paqësor në shesh. Po nuk të jep leje që ti të vesh të bllokosh punën e kompanisë. Kompania ka nënshkruar një kontratë. S'ka qenë ai qendri. Ka nënshkruar një kontratë, ka nënshkruar. Po mund diskutosh, është je ti përgjegjësi pikërisht i komunitetit. Më fal ta përfundoj. Ka nënshkruar një kontratë me shtetin shqiptar dhe ai nëse pengohet në realizimin në tek kontrata. Po të sqaroj edhe një herë. Protesta e ditës së dieshme ishte protestë e organizuar dhe e drejtuar jo nga Këshilli Komunës, nga Komisioni i Menaxhimit të Protestave, ku pjesëtarë janë edhe të gjithë këshilltarët, të gjithë kryeplejt, kryetari i komunës, sekretari i komunës, përfaqësues nga komuniteti, intelektual, janë rreth 35 veta, që ishin të gjithë në krye të protestës për të mos lejuar dhe për mos të marrë rrugë tjetër protesta. U njoftua policia 2 ditë më parë, që ditën e shtunë, për vendin, për orën, kozgjatjen e protestës. Protesta ka qenë shembullore, ka qenë në shesh, jo në rrugë, pa penguar asnjë nga makinat e kompanisë, asnjë lloj aktiviteti. Se çfarë do të bëhet më pas, sepse duhet të bëjmë dije, protestat nuk kanë pushuar. Protestat janë pezulluar në heshtje përderisa ne të marrim një përgjigje për vendosjen e aparateve të monitorimit të lëkundjeve të cilën e ka marrë përsipër qeveria. Deri në fund të jetorit? Jo deri në fund të jetorit. Deri në fund të jetorit do dalin rezultatet. Janë tërmete apo janë lëkundje të shkaktuara nga veprimtaria e kompanisë bankës. Derisa ne të marrim përgjigje për pikat e tjera, dhe mendoj që arritëm të merrim përgjigje për një pikë, që unë do ta falenderoja faktikisht drejtorin administrativ të kompanisë zotin Leonida Çobë, i cili më në fund pranoi kompanisë bankës gjithmonë, pranoi të ulej për bisedime, pranoi të ulej të diskutonin për çështje që ne na shqetësojnë. A mendoni që një kompani, përfaqësuesit e cilës nuk presin përfaqësuesit e pushtetit lokal, kryetarin e komunës, sekretarin, për mos thënë dhe prefektin, deri ku arrin injorimi që i bën këtij populli këta. Unë nuk dua të as ta marr në përgojë kompaninë, as ta vë në dyshim reputacionin e saj, por sjelljet dhe qëndrimet e saj më detyrojnë që t'i them këtë fjalë. Nuk ka hera e parë që ne merremi me këtë problem. Më fal, të bëj një pyetje zoti. Më fal, ju jeni përfaqësues i komunitetit. Më shpjego si ja keni kërkuar ju mënyrën e tarkimit, të organizimit apo të drejtat tuaja drejtor kompanisë. Në çfarë rrugë e keni kërkuar? Në rrugë institucionale. Natyrisht në rrugë. Ju i keni bërë kërkesa? Kërkesa me shkrim. Po. Të herë pas herë. S'keni marrë përgjigje. Doni të them diçka tjetër. Po, tani, në një takim të vetëm që kemi kryer në kompaninë, nuk na pranuan as në kompani. E di ku e kemi kryer takimin? Në një lokal.
Gjitha ajo kompani me ato ambiente, me gjitha ato salla, na çuan deri atje sa na futën në një lokal për të kryer takimin. Ne pranuam për momentin se tham mirë që erdhën për të biseduar, por këto metoda, këto mënyra janë të papranueshme. Më falni një minutë. Nuk mund të quhet komunikim, sepse zoti Loni ngriti atje, do më falni që po e përmend se nuk është në studio, ngriti pretendimin se komunikimi nuk ka munguar. Të takosh një kryetar komune nëpër lokalet, nëpër kafenet, dhe ta quhesh që unë kam biseduar me komunitetin, mua nuk më duket e saktë. Të takosh një kryeplak fshati, për mos të folur për ndonjë aferë që i afron atij kryeplaku, sepse zërat kështu janë, një drejtuesi pra kryeplik e fshatëve, dhe të thuash që unë takova komunitetin, prapë mua nuk duket e pranueshme. Edhe të mos vendosësh ura komunikimi me 15 zgjedhurit e popullit, që është këshilli i komunës, të mos vesh një herë në një takim me këshillin e komunës, ku të ngrihen këto probleme, prapë më duket e papranueshme. Ky që është arsye që ne vendosëm pikën e parë, vendosja urat komunikimi. Po pikërisht, ju unë e theksova pak më parë, ju jeni shumë të vonuar. Në momentin që ju nuk arrini dot të komunikonit me ata. Ne nuk kemi heshtur. Në mënyrë, unë kam thënë o zoti gazetar, o zotri, sot merret përfaqësuesi ligjor, nënshkruan komuniteti një kontratë me përfaqësuesin ligjor ose me një kompani që merr përsipër ta përfaqësoj në këtë proces, po e quaj proces, dhe ajo ka detyrimin që të zgjidhë të gjitha problemet tuaja. Ajo i zgjidh me mënyrë ligjore, i bën kërkesa drejtuar kompanisë. Nëse kompania më fal, nëse kompania, ata i kanë parë këta që kërkesa më fal. Kjo ka qenë vitin 2012. Ne kemi dërguar peticion qeverisë. Peticioni kemi dërguar edhe firmës bankës, i kemi dokumentat. Qeveria nuk është përgjigje, kemi vajtë të ministri. O zotri, ti mund të vesh 9 burra, nuk mund një përgjigje. Mund të vesh edhe 90 burra dhe të përre. O zotri, dëgjoj. Gjërat zgjidhen juridikisht. Si zgjidhen juridikisht? Nëse ti merr një studio avokatie të përfaqëson, studioa ka mënyrat e saj ligjore që zgjidh problemin. Si e zgjidh problemin? Ajo ka përfaqësim, ajo ka fuqin sepse ju të gjithë komuniteti 100, 200, 300 banor apo komuna vetë, mund të marrë një studio vetë komuna si komunë, që ta përfaqësoj. Dhe ajo ka detyrimin, ka kanalet e saj që detyron kompanin të ulet në bisedime. Nëse nuk ulet, ajo e padit, i bën padit penale apo padit civile për ngjarjet që po ndodhin. Po në rregull, kjo është një protestë që nuk pret atë procedurë të gjatë, pasi këta kanë tentuar disa herë. Po procedurë, shiko. Është një zonë zoti avokat që pavarësisht se fitohet, punohet në aktivitete ndryshme shtetërore private, vuan pasoja. Dhe këta janë ata që vuajnë pasoja. Ajo duhet të ishte një vend shembullor, një model i investimeve, i mjedisit të pastër, i gjelbërimit. Mua më ka rënë rasti gjatë fushatës elektorale dhe kam shkuar në atë zonë andeja. Dhe do më thënë tani e kam shumë të qartë zonën, do më thënë, ku bëhet fjalë. Më para nuk e kisha, por tani e kam shumë të qartë zonën. Dhe u kam thënë atyre miqve të mi të cilët isha, thosha, pa ju futur fare problemit se kishte shpërthime, nuk kishte shpërthime. Duke parë pusin e naftës dhe shtëpim, distancën e shtëpisë, thosha, ky është një krim. Thoshin, shikon çfarë krimi është. Nëse kjo shtëpia këtu do më merrte mua, bëra një shembull, përfaqësues ligjor, unë kompanis, do t'i merrja miliona euro. Jo lek, do t'i merrja miliona euro. Përse? Jo për shpërthimin, do t'i merrja vetëm për ambientin. Për ambientin. Atje. Pra, ne kemi shumë të drejta, do më thënë ju aty keni shumë të drejta, por nuk dini si t'i kërkoni të drejta tuaja. Ju do harroni, kjo protesta do harrohet, ai kalojnë 10 ditë, 20 ditë do harrohet. Më fal, ta shpjegoj unë. Dhe kur të hidhet shpërthimi tjetër, atëherë do kujtoni përsëri.
Dhe kështu do vazhdojnë. Nëse ju që me shpërthimin e parë, që me shpërthimin e parë, institucioni rregullatori I takimit. Dëgjoj, dhe prefektura do ta zgjidhë juridikisht. Ja, shteti prefektura. Po sigurisht do ta zgjidhë. Shteti ka firmosur. Çfarë do të bëjë kryeministri? Do zgjidhë kontratën do ta zgjidhë në mënyrë të njëjtshme kontratën? Jo të njëjshme. Po do të kërkojë respektimin e kontratës. Po patjetër, po respektoj unë thotë. Çfarë pranuan në këtë takim zoti Çogo? Atëherë pasi u parashtruar gjithë kërkesat. Përsa folët më sipër që thatë që janë vënë në lëvizje strukturat në djenit të zotit Gjiknuri, në djenit të zotit Tahiri, në komunikim të drejt për drejt me shefin e komisariatit policisë Fierit, me drejtorin e policisë, kemi qenë shumë të angazhuar legitimitetin e protestës. Në lidhje me protestën, nuk doja t'ju ndërprisa më parë zoti Semanjaku, por unë e kam thënë edhe do t'jem gjithmonë në mbështetje të tubimit paqësor, në moment që zihet rruga, atëherë edhe institucioni jonë distancohet nga problemi. Sepse në atë rast përbëhet shkelje edhe nuk mbajnë përgjegjësi për arsye se përbën shkelje se kompanisë I shkakton dëmtime. Shaj thashun pak më parë, po. Atë që tha dhe zotnia më parë. Cilat nga pikat pranoi kompania dhe cilat Në takime përfaqësuesit e kompanisë Bankers, se sekretari erdhi pak me vonesë, kishim diskutuar pikën e parë kur erdhi. Kompania më së fundi ra dakord që të krijojë një përfaqësi prej 5 vetash nga ana e komunitetit dhe 2 apo 3 veta nga 3 persona nga kompania, të cilët do të mbanin takime të herpashershme dhe do të bisedojnë në mënyrë të vazhdueshme për problemet që shqetësojnë zonën. Fakti, prandaj e falderova përfaqësuesin e kompanisë zotin Leonida që më në fund pranoi të vendosë urat e komunikimit. Sepse, kur vendosen urat e komunikimit, problemet e tjera fillojnë të zgjidhen edhe shkallë pas shkallë. Unë, në rezumen time të mparshme, thash që problemi I lëkundjeve nuk është problemi I vetëm në zonë, por ky është problemi madhor, sepse ta merr jetën me njëherë të zë shtëpia poshtë. Por ne kemi problemet që për ditë vdes zona, për ditë vdesin njerëz. Dhe ky nuk është vetëm problemi ynë. Unë shikoj që edhe qytetarë fjarat, patozarat, qëndrojnë në heshtje edhe duket sikur bëjnë se hir. Pavarësisht se brenda për brenda na I qajnë halli. Por nuk është shumë larg Sheqishtja, Zharza, Belina nga Fieri. 4-5 kilometra janë. Është parimi ndotjes, ndotja nuk njeh kufi. Ajo ndotje që është atje është edhe në Fier. Shumë shpejt ajo tronditje që është atje, ja që u dëgjua shumë fuqishëm në Fier, t'jeni të bindur që do dëgjohet edhe këtu, nëse ato do të vazhdojnë. Po ajo ndotje është dhe në Seman. Po shkaku është Sheqishtja, Zharza, Marinza, që ndotet plazhi, ndoten ujërat, ngordhin peshqit, zojtë të gjitha. Ky, më falta, nuk ju që në kryet e herës, po diskutoni, po evidentoni çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh me ambientin. Me vendosjen e komunikimit ne do të vendosim çfarë do të bëjmë. Sigurisht që mënyra e ura komunikimit është një, ata do mbrojnë interesat e tyre dhe ju do mbrojnë interesat tuaja. Problemi është që ata kompania, nëse ju nuk veproni juridikisht, nuk ka pse tu lëshoj ju në po vjen një mesazh, më fal. Në fakt mesazhin po hidhen ashtu si janë shkruar nga autorët, nga ata që e kanë dërguar, me atë rregull drejtshkrimi, me atë konceptimi për shkak të thjeshtësisë, pasi duhet punë në regji për t'i redaktuar dhe korrektuar. Jam një banor I lagjes Zharrës, ju lutem, kur do të marrë fund, e kuptojmë, po ku të vemi, fëmijët ku t'i çojmë. Shikoni pak të punët, shikoni këto punë, ashtu si ka shkruar ai banori. Ai ka shpresë te ju. Po. Janë disa familje që aktualisht janë në kushte mjaft të vështira banimi. Nuk rrinë në shtëpi, por rrinë me çadra. Për shkak të frikës? Jo për shkak të frikës. Të çareve të banesave,
në mënyrë çare banesave të mëdha që e ka kthyer shtëpinë pothuajse të pabanueshme. Prandaj ata kanë frikë, prandaj fëmijët e tyre kanë frikë të futen brenda në shtëpi. Këto deme janë evidentuar dje edhe nga një komision që ka ngritur prefektura dhe qarku Fier me përfaqësues të Këshillit të Komunës. Dhe se si do të veprohet, unë nuk e di, sepse nuk jam në dieni çfarë do të bëhet më pas. Ja kërkuam këtë gjë kompanisë Bankers, edhe dje në takim. Përgjigjja e tyre ishte kjo. Ne mund të ndihmojmë në këto probleme, por jo si përgjegjës të dëmeve të tyre. Gjë që mua më duk si një ndihmë alla Nën Tereza dhe edhe të pranishme të tjerë nuk e pranuan këtë lloj ndihme. Atëherë sot ne ishim në një takim në Ministrinë e Punëve të Brendshme me dy zëvendës ministra të punëve të brendshme dhe takimi ishte për trafikimin e qenieve të njerëzore dhe emergjencat civile, duke patur parasysh që dimri tashmë ka trokitur dhe unë i shtrova problemin për komunën e Zharzës, i thash të dy zëvendës ministrave që gjendja është tepër kritike. Aty ishte edhe drejtori Shemsi Prendçi, drejtori i emergjencave civile, dhe i thash nëse rasti i komunës Zharës klasifikohesh në emergjencat civile. Nuk më premtuan gjë, thash diskutojni me problemin me zotin Tahiri dhe me zotin Gjiknuri. Do më ta si që të informuar lidhje me problemin fare. Më falë të bëj një pyetje. Ju si prefektur, si qeveria, dhe ju në qeveria këtu, me keni shumë të thjeshtë. Ju mund mjafton që mund të hapni, mund të shikoni ligjin për emergjencat civile dhe shikoni ku arrin, kush baza ligjore, cilën që arrin të këta që mund t'i fusin të emergjencat civile apo jo. Dhe kjo është një gjë është e zgjidhur, nuk është e nevojshme që ju t'ja kërkoni të zotë Prendçi atë. Si do të klasifikohet? Ju e keni, mund të shikoni ka fare. Si tërmet, po pikërisht, e kupton, nëse ju do ta klasifikoni, ka bazë ligjore aty. Ka bazë ligjore, ju atëherë mund të t'i drejtoni, t'i informoni zotërit apo komunitetin apo pushtetin lokal. Dhe ata t'i drejtojnë gjykatës përsëri, sepse kjo punë për mua, zgjidhja e kësaj pune është vetëm juridikisht. Nuk ka zgjidhje tjetër. Ose prishja kontratës së shtetit në mënyrë të qanshme që shteti do marrë një dëm të pa llogaritshëm. Prandaj po them, do marr kosto. Këto nuk zgjidhen, si tha pak më pas zotëria që ne pranuam që ata, domethënë, jemi të kënaqur që ata ulen se s'ishin ulur ndonjëherë. Problemi qëndron këtu që ata mund të vinë, do ulen, do premtojnë, do vazhdojnë, do bëjnë premtimin e radhës edhe juve prap do jeni në të njëjtën pikë dhe mbas një viti. Nëse ju nuk merrni hapa, nëse nuk institucioni prefektit në këtë rast, se ka qenë i pranishëm. Po sigurisht dhe institucioni prefektit, po flas juridikisht historinë e aktivitetit të komisionit. Më fal, ja ku është institucionisht sekretari i prefektit? Të na shpjegoj këtu çfarë hapa do marri. Çfarë mund të merrni ju që të mbroni komunitetin? Domethënë, po bëj një pyetje. Çfarë hapa do merrni? Po nuk diskutohet që ne jemi në mbrojtje të komunitetit. Po pikërisht po them. Por ama jeni dhe shteti që keni firmosur edhe kontratën me Bankers. Nuk jeni vetëm ana për këta, tani ta lëm fushatën. Ta lëm fushatën. Jo, ta lëm populizmi, po flasim nga ana juridike. Nëse ju jeni shteti, ju jeni Edi Rama këtu në firmë. Tani ju keni firmosur, keni dhe atë kompaninë, përfaqësuesin e kompanisë që keni firmosur një kontratë. E kupton? Pa letret janë zotërit këtu. Tani ju si do ta zgjidhni, ju si pushtet. Nuk diskutohet që ne jemi qeveria e vogël ose qeveria në një. Po si ka të thash Edi Rama i rash kurt në jeni Edi Rama në Fier. Ja tani jepni një zgjidhje ju kësaj tani. Unë e shtrova dhe po e përsëri bisedën dhe i thash, si mund të quhet emergjencë civile kur bie dëbor edhe çelet hapet, thuhet që është emergjencë civile, ndërkohë që këtu ka lëkundje, që njerëzit janë të tmerruar, që nuk hynë në shtëpitë e tyre, kupton nga frika, nga paniku. Po ta japun përgjigjen. Zëre se jam unë Prendçi. Ajo është një, nëse ju pretendoni
që të gjitha ato shkaqet i ka bërë ajo, pse duhet të jetë emergjenci, pse duhet të jetë emergjenci civile? Po duhet vërtet. Ja civile hyn shkaqet, hyn për shkaqe natyrore. Ajo ambientin atje, më fal, ambientin atje e dëmton, e shkakton të gjithë ndotjen e ambientit, e shkakton firma. Përse unë si prençi, po marr rolin e prençit, do ta fus këtë tek emergjenca civile. S'ka lidhje për sensin juridik flas. Atëherë ne po presim përgjigjen nga grupi hetimor ministror që është ngritur me ekspert të fushës, të gjeologjisë, të sismologjisë, në pritje të përgjigjes, kompania bankës ka marrë dhe një aparatur që do ta vendosë në fushë, që do bëhet dhe monitorimi i përhershëm, mos gabojmë deri në fund të dhjetorit do merret një përgjigje. Do merret një përgjigje saktë se kush janë cilat janë shkaqet e lëkundit. Pastaj do të gjykojmë dhe do të vendosim se e supozojmë që të gjitha këto monitorimet i dhanë, domethënë, u dhanë të drejtë komunitetit, i dhanë të drejtë komunës. Tani të vazhdojmë. Çfarë hapash do merren? Në mbrojtje të shkallëzojnë kërkesat sipas ligjit të çdëmtimit. Po pikërisht tash, pikërisht është ajo që them unë që vetëm zgjidhja ligjore, rruga ligjore, që të cilën hapat duhet të ishin ndërmarrë shumë më përpara. Do ta kishim marrë komuna, nuk e di pse komuna ka shkruar. Se nuk është ndonjë. Dgjoj. Komuna ka marrë hapa, bile 10 e kemi çuar dhe në prokurori. Këtë problem. Dhe nuk mohon përgjigje nga qeveria e kaluar. Po nuk është, se nuk u dha prokuroria është tjetër gjë, qeveria është tjetër gjë, më fal. Jo, kjo firmë ka bërë një kontratë. Po nuk ka bërë kontratë vësi popull. Nëse është që e bën ajo, ëh. Duke vërtetuar se ne shpresojmë nga shteti. Dgjoj, këto gjëra. Po zvuri do shteti këtu, ajo, dhe nëse e bën ajo kështu do shfaqsohet. Po këtu po vuri do shtetit, po monitorori, dhe ne do thotë pse mendoni ju se duhet t'u jepte ju të drejtë prokuroria? Si do t'u jepte ju? Prokuroria do të binte specialist, ta monitoron ta. Prokuroria se keni një ide të gabuar. Prokuroria është një avokat i shtetit. Domethënë, mbron shtetin. Po, mbron ligjin. Është akuza. Dhe që ta avokat. Tani problemi qëndron që prokuroria që të nxjerrë atë bankë. Prokuroria gjykata e shtetit për jo, gjykata nuk është shteti, gjykata është nuk ka lidhje, shteti është. Dgjoj. Është organi akuzës. Është organi akuzës, është tjetër gjë, duhet t'i ndajmë sa gjëra. Problemi qëndron këtu. Përse prokuroria si do ta sqaronte çështjen që e kishte fajin që ta akuzonte bankës? Prokuroria do merrte patjetër ekspert të fushës, asnjë akuzon do të ekspert të fushës. Shkaqet me sa shikojmë ne janë këtu. Prokuroria do merrte, gjë pa që do bënte, do merrte ekspertin në fushën e caktuar, do i caktonte detyrat dhe do ditë në konkluzion, varet çfarë do të thoshë eksperti, se prokurori nuk është ekspert. Prokurori është prokuror. Prokurori që të mbronte të drejtat tuaja, do të merrte ekspertin. Të njëjtën gjë që do bëni ti juve, do zgjidhet më shpejt nëse ju do merrni një avokat ose një studi avokati, ose studi avokati do merrte ekspert në mënyrë të pavarur, do kryente ekspertizat e duhura, do ta paraqiste në gjykatë çështjen dhe problemi do ishte zgjidhur shumë herë më shpejt dhe më përpara në çështjen. Do ishte shumë para në kohë juve. Shteti për këtë ishte ndinjuar. Ky është përfimi që ndodhi par diem, më fal. Ne rrugën ligjore nuk i dim, se nuk ne kemi në atë fushë. Po norm. Tash i shteti, po. Për vit i kaluar që se që po bën një vit e gjysmë. Po. Pse nuk e bëri këtë punë? Na jepten edhe mend, na thoshte që merrni këtë, bëri këto rrugë siç thoni ju se ju na orientonte. Pa sigurisht mas fare, ai nuk e një deputet vi në zonën në Zharës. Ore, nuk vihet në dyshim. Ne ngritëm në burra dhe vajt te ministri. Çfarë do të bëj ty deputeti erdhi atje? Dhe vajt te ministri, dhe nuk mbas aty ti ke votuar o burr, çfarë në listë? Aty erdhi nga qeveria e vjeçme, erdhi një grup nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Po, AKBN. E nxori kë. Po. Erdhi 2 herë, do vitë një herë ditë do jepte informacion të saktë. Po. Kërkoi një grup monitorimi. Po. Që nuk e çoi deri në fund, e la për gjysmë. Po. Kërkoi edhe punonjësi për të çuar këto që pretendonte komuniteti që na e bën me injektimin e puseve. U përcaktuan, kam qenë dhe unë, bile me pjesëtarët e firmës bankës dhe një huaj dhe me gjitha Adriatik Golemi, drejtori marrëdhënie me publikun, i kanë çuar, i kanë përcaktuar dhe thonë do bëhet kjo punë. U la për gjysmë. Këtu ne po nuk na vuri dorë shteti, ne jemi të humbur, ne jemi të vdekur. I bim shkurt mos në gjasmi kohë. Rrugë ligjore ne na i orienton shteti. Mos jam jurist vëllai dash. Ini ju. Ore më fal. Shteti bie një jurist e thot, urdhë drejtori ka shok të padisi këtu të ore ju në komunë nuk e specialistë të ambienti, të atje, të ambienti, cënojeni ju
të ambienti, supozojmë se nuk do kishte fare, nuk do shkaktohesh dëme nga shpërthimet, nuk do kishte tronditje fare, ju do ishte të kënaqur si komunitet? Tani shteti, supozojmë, nuk do kishte shteti ka një firmë, ka kontraktuar një firmë, shteti ka kontraktuar një firmë. Tani kjo firmë, a ka lej ambienti? Unë punoj kam një subjekt privat më kërkon lej ambienti. Sa thashun pak më parë, ai ka lej ambienti në një herë me kohë. Shteti nuk e kontrollon këtë që ka lej ambienti, dalë po bëj kaj ndotje, ma ka aparaturë t'ia çoj. Pse? Po pikërisht kjo studia që do merrit ju, shteti ka institucion me ndotjes ambienti. Problemi që në aparaturë më bëjnë ndotje. Lere është problemi të studios. Tash këta kërkojnë zgjedhje ligjore dhe janë institucion vetë zgjedhur. Po. Këta kanë juristë përfaqësinë e prefekturës, kanë juristë vetë, ka juristë prefektura, nuk ka nevojë për studio ata. Ta janë pjesë e shtetit. Për të kthyer një përgjigje asaj pyetjes tuaj që çfarë do bëni ju si qeveri e vogël. Po. Edhe kompania Çez kishte një kontratë të ratifikuar me vendim të parlamentit dhe kontrata u prish. Po. Nëse kompania bankës shkakton lëkundje e tokës në komunën Zharës, atëherë do të jetë parlamenti ai që do të vendosë. Po. Ne do të bëjmë medjeni, domendja dhe do të jetë bërë nga ministrat përkatës, do të bëjmë medjeni kryetarin e parlamentit, zotin Rama, do të bëjmë medjeni dhe do të jenë ata deputetët e zgjedhur që thatë ju se janë nga lista, çërin si ka deputet majtë të djathtë kur bëhet fjalë për një kisha të deputeti në përgjithësi, nuk i vura. Shqetësimi është tepër serioz. Dhe kështu që po më fal, unë jam bagër, si do ma prishesh mua ti kontratën në mënyrë të jashtme, nëse ti mua nuk më fakton dot shkeljet. Nëse shkaktohen nga kompania thash, nëse shkaktohen lëkundjet e tokës në komunën Zharës nga kompania, atëherë është parlamenti që vendos. Ka disa mesazhe që kanë çuar banorët për mos t'i ignoruar dhe për t'i bërë ata pjesë e emisionit. Kanë pus afër shtëpisë ku mund të drejtohen për këtë problem. Po ne është i gjë. Flet më pas për ndotjen rrezikshme për fëmijët e tjerë. Sa vashun pak më parë në ambient. Ku mund drejtohet? Realisht ai ka pusën atë që konstatoi avokati. Në marrëveshjen që ka kompania Bankers me Alpetrolin, miratuar me VKM 477 të vitit 2004, janë të përcaktuara largësitë e puseve të prodhimit, të shpimit nga objekte. Shtëpi banimi, rrugë kryesore, dytësore, institucione e të tjera. Nëse ai është një pusë prodhimi dhe është më afër se 60 metër nga banesa, atëherë aty janë shkelur këto rregulla. Po varet kush i ka shkuar banesat e pusi apo pusi pa banesës. Pikërisht. Duhet të qartësuar kjo. Ato banesa kanë qenë në sistemin e kaluar, do të ketë afere e shteti apo janë të pasur, do të parë gjithë ato që më përpara. Ka pusi kanë qenë shumë afër dhe para 20 vjeç pa u thyer se nëse ti ke banesën e realizimit ka disa, nëse ke banesën e palëve ashtu në sistem, në atë kohë. Po ato që nuk respektojnë distancën për gjatëlinjse kurrëdore në zonat ndotura që thamë parë të janë të përcaktuara janë përcaktuar. Pra duhet parë ky. Ishte edhe një problem tjetër për edhe një mesazh tjetër për ju. Kompania bankës, kështu e konceptohen atë mesazh, paguan tarifën e mjedisit për ndotjen e çdo pjesësaj të komunitetit. Ku shkon, jeni ndjeni ju? Ne nuk kemi ndjeni për ndotjen e ambientit. Jo, për taksat. Për taksën e ndotjes së ambientit në Këshillin e Komunës. Nuk jeni. Këshilli i Komunës, më fal Sandri, në 2012 ka jep një 690 milion lek. Të vjetra. Kurse për si vjetë, për 2013 ka dhe në gjysmën, si mbas të dhenëve të... Po tarifet janë fiksa apo i përcakton komuna? Nuk e di, këte unë e kam thënë... Po je kryetar këshillit, si edhe di, duhet të dish për... Di kryetar, po kaq ka ardhur, thot, administrata e komunës. Mirë, po tani... Kaq ka ardhur. Komisioni i këshillit përcakton vetë vlerën e pagesës, a? Jo, pagesë ka Këshilli, për shembull, mund të vendos tarifën, mblidhet këshilli dhe vendos uljen apo ngritjen e taksës. Deri 30% plus minus 30% në bazë. Mund të vendos nuk e taksës.
Këto Nena i ka prurë, që thashe, nena i ka na i bje si projekt vendim, na i bje administrata komunës. E ju miri kartonin dhe kalonin. Dhe e shikojmë sa vjen kaq. Nuk na i tregon. Po kalon komisione fillimisht ajo, komisioni ekonomik që kemi ju, komisioni ekonomik, komisionin e financës, komuna ka komisione dhe ato kalojnë në komisione nga është si punë e parlamentit. Komuna. Jo pikërisht, dëgjoj. Komuna ka komisione. Nga komisioni kalon për votim tek Këshilli i Komunës. Është si punë e parlamentit, nga komisioni kalon te parlamenti që votohet. Dhe puna e taksave, ju taksat janë të përcaktuara. Janë të përcaktuar për si vjet ka dhënë gjysmë. I përcakton Këshilli i Komunës. Për si vjet ka dhënë gjysmë. Jo se kemi përcaktuar, jo se ja kemi përcaktuar ne. Taksën asaj nuk ja kemi përcaktuar në bankës. Na jep kaq të kryetari i komunës me atë. Ju keni probleme brenda komunës valla, nuk e pasni probleme bankës pastaj. Tash ti ne mos ta kishim brenda komunës nuk do ishim deri këtu, sepse edhe kryetari i komunës nuk na kanë mbështetur. Për hir të vërtetën. Për hir të vërtetës duhet të thënë që pushteti vendor tek ne ka çaluar për sa i përket këtyre problemeve. Kur e përmenda më parë që të bisedosh me kryetarin e komunës, dhe të quash që unë kam biseduar me komunitetin e Zharzës, ky nuk është realiteti, pra nuk është komunikime me komunitetin. Këtu e kisha. Me qenë se kryetari i Këshillit të Komunës e nxori vetë, Këshilli i Komunës për këtë problem. Nuk pranon kryetari të diskutojë me ju apo jeni ju të paaft për të komunikuar me kryetarin. Janë dy momente. Kryetari i Komunës asnjëherë nuk na ka quajtur palë neve. Edhe ta pranoj. Ju ka injoruar si. Ta pranoj. Kërkesat tona gjithmonë ka injoruar. Këshilli i Komunës. Të më falin në kryetari i Këshillit, po deri përpara 5-6 muajsh pothuajse nuk ka funksionuar. Ky e përmendi avokati që ju e paskit problemi. Dhe këto kanë ndikuar në lidhje me çështjen mos i largohemi se gjithë ato që edhe këto që janë rrjedhoj e situatës që është krijuar atje. Jo se ne nuk kemi kërkuar, do të ndërhyja që partijat që jeni të vonuar. Ne kemi kohë, kemi vite që kërkojmë këto gjëra. Po thash që në fillim kanë rënë në vesh të shurtër. Këshilli i Komunës 2-3 muaj ka që funksionon. Është bërë në unison pothuajse të gjithë këshilltarët. Po 2-3 muaj kur ka kaluar majorancë e majta, të djathtë kanë vetëm 3-5 Nuk jam këshilltar, jam njëri pa parti. Nuk i përshtat. Në këtë periudhë që po funksionon normalisht këshilli. Po këshilli mendoj unë, sepse kemi ndjerë dhe ne si banorë të zonës, që këto 2-3 muaj ka filluar të funksionojë. Dhe është për çuditur se janë përsëri, po ata këshilltarë që dje nuk ngrini zërin. Po më duket se u vra frika, sepse aty kishte mos besim, kishte frikë. Bile jo vetëm kryetari i Këshillit, këshilltarët, po unë shikoj një angazhim këtë herë edhe të kryetarit të komunës. Në interes komunitetit. I cili është bërë palë me komunitetin dhe po lufton fuqishëm për të drejtat e tyre në këto momente. Ju thati u vra frika, ndoshta është në miniatur një shembull tyre protestave për armë kimike dhe kjo pra qytetarët tash dalin kërkojnë lirshëm apo nuk. Edhe kjo ka ndikuar. Se po të bësh një analogji, po të flasësh ato armë kimike, unë nuk e di si do të veprojë, po demi që mund të shkaktonin ata, e them me bindje që do ishte shumë herë më i vogël se demi që ne kemi në zonë. Hiperbolizon. Jo, ky është mendimi im. Në rregull. Faleminderit. Unë desha ta mbyllja nëse s'ke avokat. Jo, do thoshja që dëmi këtyre është një dëm që duket. Është dëm shumë i dukshëm, atje është ku flasësh i dukshëm në të gjitha aspektet. Ambienti atje është shumë i ndotur dhe kjo është një shumë e rëndësishme për fëmijët, për të ardhmen e këtyre banorëve aty. Por është jo vetëm për tronditjet, por po ta marrësh në kompleksitet e gjithë zona aty është e ndotur dhe prandaj pikërisht kur thash pak më parë që janë të vonuar, pikërisht për këtë thash. Nuk është vetëm thjesht se u trondit nuk u trondit, është gjithë ambienti i ndotur. Dhe thash që këta janë të vonuar duhet që të kishin këto hapa që po bëjnë tani duhet i kishin bërë shumë më përpara. Dhe sot që po flasim, nuk do ishim mbledhur për këtë, por do të diskutonim diçka tjetër se ka jemi në minutat e fundit. Po thonë një fjalë më mirë vonë se diskutohet më vonë se kur, por unë do ta mbyll me profesionin e prefekturës, pra që lajmëri që ju e ngritët shqetësimin në parlament, morët mbështetje nga ata dhe pasur komunikim të përhershëm me deputetët se deputetët ka pas pranishëm protesta. E kanë ngritur zërin dhe vetë qytetarët.
dhe qytetarët kam pas angazhime tjera, ndoshta seanca plenare apo edhe deputetja e zonës. Ti je deputetja e zonës. Erdhi në Brambon në prefekturë. Kam pasur komunikim me zotin Robert Bitri, me zotin Vasili, po për shkak të angazhimeve të seancave të plenare dhe keni shpresë në zgjidhjen e problemit? Besoj. Pasi e keni marrë ju në dorë kësaj, nuk ka marrë asnjë prefekturë, s'ka qenë pjesë. Besoj se po. Dhe këmbgulja ishte këmbgulja nga ana e prefekturës, nga ana ime personale, për takimin, për të bërë palë kompaninë bankës për të ullur në bisedime. Po, unë i falenderoj që ishit në studio, të nderuar shikues, emisioni Ballo Hakim ka përfunduar. Ishim në studio me 4 të ftuar, me kryetarin e Këshillit të Komunës Zharë, zotin Përparim Braçe, me Arben Çukon, sekretarin përgjithshëm të prefekturës së Qarkut Fiel, me Aleksandr Semanjaku, përfaqësues në komitetit të zonës Naftëmbajtse Patos Marin dhe avokatin Kujtim Cakrani. Diskutuam për më shumë se një orë në lidhje me problemet e lëkundjes së tokës, ajo që është e rëndësishme, ulja palëve në tryezën e bisedimeve, me garant prefekturën e Qarkut Fiel dhe angazhimi i përfaqësuesve të prefekturës së Qarkut Fiel, konkretisht zotit Çuko, për ta përçuar zërin në institucionet më të larta, në parlament, në digasetet e qeverisë dhe tjerë. Unë ju falenderoj që randoqet, natë e mirë dhe mirupafshim. Apullnet sjell sistemin Xhipon në Fier me shërbime kryesore: internet, telefoni, televizion. Internet pa kufime e cilësi maksimale. Telefon fiks me çmimet më të mira në treg.